Ditën e sotme kemi ndjekur me pamje të drejtë për drejta dhe seancën e zhvilluar në gjykatën penale, nga aty ku kemi raportuar detajet më të fundit lidhur me të gjitha vendimet e marra nga kjo gjykatë. 19 ka qenë numri i protestuesve për të cilët u bë shqyrtimi i kërkesave të prokurorisë, duke vendosur që për 3 prej tyre fillimisht u kërkua arrest me burg, 1 u vendos në masën detyrim paraqitje, 2 do të vijojnë në arrest shtëpie, bëhet fjalë për protestuesit me mbiemër Bardhi dhe Gega, ndërkohë që 5 persona u lan pa mas sigurie. Shohim edhe momentet e para të daljes së disa prej protestuesve, të cilët pas arrestimit janë lënë pa mas sigurie. Fitore ka qenë brohoritja e protestuesve në ambientet para gjykatës penale fillimisht, ndërkohë që sërish shohim që ata përduar trokasin këtë vendim të marrë nga gjykata e cila në këto momente po ekzekutohet. Shikojmë edhe protestuesit të cilët po dalin nga ambientet. Një grup protestuesish kanë qëndruar në para gjykatës penale në mëngjesin e kësaj të diele për të shoqëruar të gjithë procesin, ndërkohë që dëgjohen sërish thirrjet Rama në burg, Berisha në burg nga aktivistët protestuesit e mbledhur në shenjë solidariteti përpara ambienteve të paraburgimit, duke u përqafuar me njëri tjetrin, duke shprehur edhe një herë solidaritetin mes tyre. Bëhet fjalë për 19 protestues të arrestuar. Kemi dëgjuar dhe avokatët të cilët kanë qenë prezent në sallën e gjyqit ditën e sotme, të cilët kanë dhënë deklaratat e tyre për mediat pas përfundimit të seancës. Osman! Vjojmë me këto pamje të drejtë për drejta nga ambientet e paraburgimit, ku protestuesit e shoqëruar po lënë këto ambiente, duke u mirëpritur me duar trokitje nga pjesa tjetër e protestuesve, të cilët kanë qëndruar fillimisht tek gjykata e Tiranës në pritje të marrjes së një vendimi final, dhe tani më grumbullimin e tyre kanë zhvendosur në ambientet e bllokut të sigurisë, nga aty ku po brohorasin fitore, vijojnë thirrjet e tyre, përshëndeten me njëri tjetrin. 19 ka qenë numri i protestuesve të arrestuar. Shikojmë lirimin e një tjetër protestuesi, i cili po afrohet drejt qytetarëve të tjerë, të cilët po presin
jashtë ambienteve të bllokut të sigurisë në shenjë solidariteti për treguar të gjithë suportin, mbështetjen e tyre. Është folur që kanë ushtruar dhe dhunë ndaj protestuesve në kohën e shoqërimit të tyre në komisariate, të paktën kështu ka konfirmuar dhe avokati i cili ka folur pas përfundimit të seancës. Shohim një tjetër protestues i cili po valbit një flet tani, por nuk kemi ende të qartë se çfarë është. Radati Bukes, Syshi ma kanë vënë litar. Ka shfrytzu në policia. Nuk ka qenë gjaku. Me thirrjen Rama jepe dorëheqjen, mirëpriten të tjerë protestues të cilët po lënë në këto momente ambientet e bllokut të sigurisë. Të arrestuarit e datës 2 korrik në tensionet që u regjistruan përpara parlamentit. Nuk mi kanë marrë akoma. Qas kemi pasur. Shikoni me që kam protestu. Shike, me kjo është arma. Arma të protestimi. Bravo! Bravo!
Tirama nëse do të reflektosh në herë një jetë, do të reflektosh për ta njerëz që kemi rrit me bukë e pa bukë. Dhe pse edhe ne nuk jemi klasë të huaja, serbas një jemi shqiptarët tonë. Bone për patriotizëm këtë gjë, për ne po bëhet për patriotizëm, për Shqipërinë tonë, bone për patriotizëm, bashkoju edhe merru vesh me popullin. 3 burra shqiptar të ulen në këmbë kryq e ta zgjidhin punën e Shqipërisë, ose 5 burra shqiptar të ulen në këmbë kryq e ta zgjidhin punën e Shqipërisë. Se po na ikin kalamot jashtë shtetit, e po na bëhet vini ne, i kemi ara tani në lushnjë anë, i kemi pa punu, e kemi çdo gjë shkretë. Merrni vetë të këtu në vendin tonë.